Atëherë, pra, si që jeni të njoftuar edhe jo, sipas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, nga 16 prillit deri më sot janë regjistruar 14 raste aktive me frudh. Të gjitha rastet e konfirmuara janë fëmijë të pavaksinuar, domethënë mos vaksinimi ka ndikuar në paraqitjen e kësaj sëmundje ngjitse që mund të parandalohet me vaksinim. Pra, vaksinimi është mënyra e vetme për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të frudhit në vendin tonë. Duke qenë se kjo është sëmundje shumë ngjitse dhe përhapet shpejt në komunitet, kisha bë thirrje prindërve që t'i kontrollojnë kartilat e vaksinimit dhe në rast të mos vaksinimit të fëmijëve të tyre kundër frudhit të lajmërohen sa më shpejt në qendrat më të afërta të mjekësisë familjare për vaksinim. Po ashtu rekomandohet shmangja e kontaktit me fëmijë të dyshim me frudh, ndërsa sa i përket masave të ndërmarra nga njësia vaksinimit në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, janë identifikuar të gjithë fëmijët e pa imunizuar dhe janë duke u telefonuar prindrit e këtyre fëmijëve që sa më parë t'i dërgojnë për vaksinim në qendrat më të afërta të mjekësisë familjare. Po ashtu nga ekipet mobile të vaksinimit janë duke u vaksinuar nxënësit e klasës parë dhe të 6, nxënësit e klasës parë, gjithashtu vaksinohen me dozën e dytë të vaksinës kundër frudhit. Domethënë mbrojtja e plotë kundër frudhit arrihet me marrjen e 2 dozave. Doza e parë aplikohet në moshën e vjeçare, ndërsa doza e dytë në moshën 6 vjeçare, pra të nxënësit e klasës së parë. Me paraqitjen e këtyre rasteve të frudhit, po ashtu me thirrjet që janë bërë direkt prindërve përmes telefonit, thirrjet publike nga Instituti Kombëtar, nga Ministria e Shëndetësisë, është vërejt një rritje e interesimit të prindërve për vaksinim. Vetëm gjatë këtyre 2 javëve të muajit maj janë vaksinuar mbi 500 fëmijë kundër frudhit. Përderisa gjatë 4 muajve të vitit, gjatë 4 muajve të parë të këtij viti, pra janar prill, janë vaksinuar 686 fëmijë. Domethënë është dyfishuar numri. Është më rëndësi të ciket se më të rrezikuar nga frudhi janë fëmijët e pa imunizuar nën 5 vjeç, gratë shtatgjëna, personat me imunitet të dobësuar, edhe komplikimet që paraqiten janë më të shpeshta te këto raste. Komplikimet mund të paraqiten 1 në 5 raste. Komplikimet më të shpeshta janë pneumonia, inflamacionet e veshit apo humbja e përhershme dhe dëgjimet në rastet kur komplikohet inflamacioni, mandej inflamacioni i trurit ose encefaliti, i cili në raste të rënda mund të përfundojë edhe në mënyrë fatale. Duke parë seriozitetin e kësaj sëmundje, ju kisha bë thirrje prindërve që të mos hezitojnë të vaksinojnë fëmijët e tyre, pasi vaksinat janë të sigurta dhe shumë efektive. Vaksina kundër frudhit e ne përdoret mbi 50 vjet dhe është shumë e sigurt. Pra, sa i përket vaksinës ka pasur disa lutime që kjo vaksinë ka efekt anësor për autizmin, shkakton autizëm. Si qëndron kjo? Të gjitha studimet që janë bërë deri më tani, të gjitha ulëmtimet shkencore nuk tregojnë asnjë lidhshmëri në mes vaksinës së frudhit dhe çrregullimeve të spektrit autik. Një prej studimeve më të mëdha shkencore është ai i vitit 2019 në Danimark, që është bërë mbi 650.000 fëmijë, të cilat studime konfirmojnë se nuk ekziston asnjë lidhshmëri shkaksore në mes të vaksinës së frudhit dhe çrregullimeve të spektrit autik. Po ashtu në 2021 janë bërë mbi 13 studime në mbi 2 milion fëmijë dhe nuk është gjetur asnjë lidhshmëri. Pastaj në dhjetor të vitit 2025 OBSH-ja pas një analize gjithëpërfshirëse të gjitha provave shkencore, studimeve të bëra, rikonfirmon për mungesën e kësaj lidhshmërie në mes të çrregullimeve të spektrit autik dhe vaksinimit.